Prandaj kjo ka qenë, që më ka qenë në burg, para gjykimet më kanë qenë në burg, por ka dalë vërteta në shesh, fal organeve të drejtësisë. Kjo dhe më thonë tash ti veç pritet. Po, dam shpërblimi që 3 vjet pritet. Flasim pak për jetën, për sakrificat, për gjitha ato, mirë po që ka mas shumë ti një deklarat kove të fundit që ka bërë, bum, shumë të madhë, buj, ashtu, zonja i pale o duti i dha le bashkëtorët ta, unë po ta gjoj ta dhe një kru tjetër. Që gratë gjitha kanë bërë rëmuj rjetin, pse, ku duhet një burë, mi pas edhe shumë gra, që kanë duhet? Po, shiko, na jetojmë në Kosovë. Kosova është shtet demokratik me kushtetut laike. Kjo deklarat që është dhënë, kjo është dhënë para 2 vjete, kur unë mas kësaj deklarate kom fillu me hy në rjete, në sociale, në për media, etjera. Kjo ofert ka qenë, nuk ka qenë martesë, më kanë keq kuptu, ofert ja kom bë burri shoqeve të mia, brenda 10 viteve, njëra ka qenë ekonomiste, mësuese e Kuranit, tjetra ka qenë doktoresh. Të dyjat graveja kanë qenë me fëmijë. Dhe kjo mësusja e ka pas kushtet shumë të vështira jetësore dhe ka qenë shumë e bukur dhe e provokuar nga biznismenët të cilët kanë dasht me i dhënë punë, po s'kan dasht me bën nën. Ndërka që unë e kisha mësuse të Kuranit, aty ku punoj, edhe i thash burrit, a je gatshëm me marr filanën? Filanën për grua. Ta ti e din që na çfarë misioni kemi? Jemi të dy të ishim atër hoxhallar dhe qëllimi jonë nuk ka me qenë për ato që mendojnë të tjerët, po qëllimi jonë është me strehu një grua dhe me bën nën të fëmijët. Edhe unë vendosa, po ja që edhe burri jam normal vendosi, sepse kishim kushte, sepse na nuk mendonim se dhe unë jam xheloze. Jeni xheloze? Jam xheloze, di më bë shtrik najherë. Nuk është që shonë. Po, jo, di me ja dhënë zemrën dorë, po edhe bëhem pak shtrik që të... Interesante kjo. Edhe normal, për me pas gruën e dytë, njëherë duhet burri me qenë shumë i përbashkët, me vese, me virtyte, shumë bashkëpunues, shumë të dashuruar me burrin, që në qofse se ka burra sot se meritojnë as gruan që e kanë. E lene më dytën. Prandaj këtu ka kushte për me jetu 2 gra, na i kishim kushtet, e mira shumë, na dha Zoti bereqet pasuri, edhe thash burrit ta bëjmë një sevap, t'ja blejmë një banes, edhe kështu, meti kjo vetëm si ofert, po burri jem kur s'ka pas 2 gra. Po a i thot, jo, unë e të kam ty mjaftushëm, po... Shpengu për të saj me pasën një grutë? Jo, si besimtare muslimane, shqiptare nuk më kishte pengu edhe nuk tash jemi manë mosh, s'kemi nevoj, por kur nuk më kishte pengu, sepse është vështirë një grua me i gjetë burrit, grua tjetër. Por si shqiptare, si muslimane, që është beson Zot, po nuk e prakton, nuk e ka studiu Kuranin, kishte me marrë vështirë, sepse nuk është e formume me fe. Ajo e ka veç emrin muslimane. Po unë jam muslimane, besimtare, praktikante dhe me bindje të fortë, çdo punë jetë që e kam bë vetëm me bindje, me qiltërsi, me pastërti, me sinqeritet, me empati. Nëse rasti pe marim drenic, apo në luftë, mas luftës, nëse një gruaja e kojshis e ka dhënë burrin e saj dëshmor apo për luftë viktim, edhe unë jetoj me shumë luks, me shumë dashuri, me shumë respekt, me pasuri, ndërka që ajo e ka dhënë burrin për luftë, jeton në varfëri, me fëmijët tim, e tjera, gjumi natën se zën, mu kjo empatia më ka fut që unë me mendu edhe për një tjetër grue, edhe ato, jo vetëm kështu fizikisht me mjete humanitare tjera, por edhe moralisht. Sepse martesa, jo kurse si martesat nuk bëhen vetëm për çështje epshore, po për me rujt moralin në shoqëri.